Thash në fillim që sfidë ka qenë çështja infrastrukturës sportive. Kemi gjetë një gjendje jo të mirë, kemi bërë shumë investime, janë investuar jashtëzakonisht shumë, mirë po ende nuk kemi arritë që të rrëmbëllaksohet infrastruktura përfundimtare e sportit në komunën e Istogut. Unë kam qenë një takim edhe në Ministrinë e Kulturës bashkë me Ministrin Eriolla Qeku, ku është prezantuar edhe një master plan për çështjen e investimeve në infrastrukturën sportive në Republikën e Kosovës. Është identifikuar si problem edhe për nivelit qendror, po edhe në nivel lokal, dhe që të përmbyllet ta infrastrukturë sportive dikon nevojitën ndoshta po them mbi rreth 350 milion euro, edhe të vinë deri në një infrastrukturë të mirëfillt. Mirë, po në komunën tonë është në përfundim palestra në Vrell, në shkollë të shkolla fillore në Vrell, është ndërtuar stadiumi Dems, është pothuajse në përfundim çështja e ndërtimit të infrastrukturës së stadiumit të qytetit, stadiumit futbollit të qytetit Demush Movraj, kemi investuar shumë në palestrën e qytetit. Është vërtet që ka sfida në zhvillimin e aktiviteteve që i bojnë klubet sportive për shkak të renovimit të palestrës, sepse shumë hapësira që klubet sportive i kanë shfrytzuar në palestër, derisa të shohet përfundimisht, i kemi mbështet klubet shumicën, ato që kanë bërë kërkesa, me aq mundësi sa kemi pas, jo që ata me qenë të kënaqur përfundimisht, por me aq mundësi që kemi pas, i kemi mbështet edhe klubet sportive me objekte dhe hapësira alternative që është përmend edhe nga parafolsi, nga kandidati respektuar i vetëvendosjes, që përmend qoftë përmes hapësirave të objekteve që kemi publike, po edhe ato private që shfrytëzojmë rastin me falenderu edhe ne zotin Dreshaj. Kemi klube sportive që na bojnë krenar gjithëve, e besoj gjithë qytetarët të komunës së Istogut. Kemi klube që kanë kulminacionin në shtetin e Kosovës, që është klubi handbollit. Kemi mandej edhe shkolla futbollit, është klubi qytetit, edhe shumë klubet të tjera, është klubi ping-pongut, edhe shumë klubet të tjera që mos të hym në hak dikuj pa i përmend me emra, mirë po kemi investuar edhe ne, edhe me mbështetjen tonë, qoftë edhe përmes subvencionimit të klubeve sportive. E di që edhe ai buxhet që ka qenë i planifikuar nuk është i mjaftueshëm, mirë po nëse ne vim në krye të komunës, edhe unë si kandidat për kryetar komune, e drejtoj komunën, e japi një zotim timin tek kjo pjesë që buxheti për klubet sportive do të rritet, edhe thom këtu me përgjegjësi. Në çfarë mosë do rritet? Mbështetja përmes subvencionimit të klubeve sportive në komunën e Istogut, edhe kjo çka do ta them sonte është e pamjaftueshme. Ne do ta bëjmë 300.000 euro, 300.000 euro subvencione për mbështetjen e klubeve sportive. Sa është tani, zoti? Nuk ka qenë e kënaqshme. Po sa është shumë, se mundem? Nëse nuk gaboj, dikon rreth 60.000 euro ndarja publike e buxhetit për subvencionimin e klubeve sportive dhe për sektorin e rinis, mirë po me ardhen time në krye të komunës, sepse do të kemi parasysh që unë komunën e Istogut nuk e drejtoj. Po, është qartë se jeni kandidat për ta drejtuar. Zgjedhjet i ka fituar dikush tjetër herën e kaluar, mandatin e kaluar, edhe prioritizimi i shumicës dhe vizionit e tina është dikush tjetër që sonte nuk është prezent, po besoj që debatet e tjera do të mund ta drejtoj, do të shpalos, mirë po pjesën tonë si partneri koalicionit me as fuqi politike sa kemi pas, janë këto që ne kemi bë.